Nga janari deri më 31 shtator të 2026-s, qytetarët shqiptar do të kenë mundësinë të rivlerësojnë pasuritë e tyre me normë tatimore 5%, me qëllim për të afruar vlerat kadastrale me realitetin e tregut. Nga kjo iniciativë pritet të përfitojnë drejt për drejt 500.000 familje, por sipas një studimi të bërë nga Altax, kjo iniciativë ka përfitime, por edhe kosto për kategori të veçanta. Kështu, studimi thekson se kjo mundësi nuk është e njëtrajtshme për të gjithë. Për një pjesë qytetarësh, ajo është një instrument për të çliruar likuiditetin dhe për të fituar qasje në kredi. Për shumë të tjerë, sidomos për pronarët me të ardhura të ulta, rivlerësimi mund të përbëjë një shpenzim që e vendos ata përballë rreziqeve afatgjata. Në praktik, modeli propozuar është ai taksës mbi fitimin të taksuar nga rivlerësimi në 5%, por ky 5% aplikohet vetëm mbi diferencën mes vlerës regjistruar dhe asaj të re të tregut dhe jo mbi vlerën totale. Kjo logjik është pozitive sepse shmang taksimin e plot të pronës. Megjithatë, qytetari nuk paguan vetëm këtë tatim. Procesi shoqërohet nga shpenzime shtesë, vlerësim profesional, shpenzime kadastrale, shërbime notariale dhe shënime administrative, që së bashku rrisin konsiderueshëm kostot fillestare. Por kush duhet ta bëjë rivlerësimin? Sipas Altax, nëse pronari një pasurie të paluajtshme planifikon të shes brenda një periudhe 3 vjeçare, të marrë kredi duke përdorur pronën si kolateral, ose të formalizojë vlerën për arsye investimesh, rivlerësimi mund të jetë një zgjidhje arsyeshme pavarësisht kostove fillestare. Por nëse pronari nuk ka plane të tilla, ka të ardhura të ulta, përballet me rrezikun që bashkë me rivlerësimin të paguajë dhe rritjen e taksës vendore bazuar në vlerën e regjistruar. Në këtë rast, rekomandimi është të mos kryer rivlerësimin për momentin. Studimi nënvizon se një element kyç i pasigurisë është fakti që kjo masë është e përkohshme. Nëse pas 2027-s, norma kthehet në 15% dhe nëse nuk ka mekanizëm mbrojtjeje për ata që kanë bërë rivlerësimin më parë, atëherë rreziku i kostove shtesë mbi pronarin që ka bërë rivlerësimin tani është i lartë. Pra për të marrë një shembull, nëse një qytetar rivlerëson pronën me 5% dhe regjistron një vlerë më të lartë, por pas 2027-s, qeveria rrit sërish çmimet e referencës. Qytetari do të paguajë 15% mbi diferencën nga vlera e rivlerësuar tek ajo e shitur. Ky skenar do ta bënte të pamendueshëm avantazhin e menjëhershëm 5% për ata të cilët nuk marrin përfitimet e përdorimit të vlerës së re, pra kredit dhe shitje të planifikuara. Për këtë arsye, rekomandohet që të përfshihen jo vetëm stimuj fiskal, por edhe garanci si përjashtime nga grupet vulnerabël, mundësi pagesash në këste për tatimin, ulje të shpenzimeve të vlerësimit për kategoritë e caktuara dhe masa mbrojtëse, ligjore që të lejojnë taksimin retrospektiv të një marzhi fitimi për një periudhë të qartë dhe pa kosto të rënduara për ata që kanë vepruar me mirëbesim.